Përshëndetje gjithëve, ja tek rishihemi sërish në podcast me doktorin. Sot kam kënaqësinë e veçantë të kem të ftuar profesor Erben Pilacë, mjek infeksionist, profesor dhe pedagog në Universitetin e Mjekësisë Tiranë. Përshëndetje profesor, faleminderit që pranuat ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. Profesor, për mua është kënaqësi e dyfisht. Ju jeni absolutisht një mjek, një profesionist me një eksperiencë të madhe në fushën tuaj, kështu që mezi pres të diskutojmë sot mbi eksperjencat tuaja, mbi rastet klinike dhe sigurisht mbi karrierën tuaj. Doja të të pyesja fillimisht si ka qenë rrugtimi juaj në profesionin e mjekut, pra pse keni zgjedhur të jeni mjek? Dhe pa diskutim më pas vijimsin si specialist në fushën e sëmundjeve infektive. Të thënë drejtën, zgjedhja e profesionit të mjekut, dëshira për studiuar për mjekësi, më ka lindur që në gjimnas, ishte, si të themi, zgjedhja e parë që unë e kishe. Përveç tjerave, se kështu ishte koha gjithmonë brendin i periudhë ka ëndrrat e veta dhe profesioni mjekut më dukte një nga profesionet më sfiduese për mua. Kështu që arrita që ta fitoj këtë drejt dhe pasi mbarova në vitin 1987 u diplomova si mjek i përgjithshëm. U emërova në një zonë të Pukës, në Fusharës. Punova si mjek familjes, siç ishte në kohë, mjek i familjes koncepti sot, por në kohë mjek i përgjithshëm. Dhe aty filloi karriera e profesionit mjekut. Sigurisht, unë si harroj kur ato vitet e para, sepse ishte vite me plot emocion, pozitiv dhe negativ, me shumë konflikte të brendshme. Të thënë të drejtën, në fillim ti e kupton që ke marrë, ke një diplom dorë, po je shumë larg të qenë mjek, duhet kohë, duhet punë, duhet eksperiencë. Edhe pavarësisht se kushtet ishin shumë vështira ato vite, jashtëzakonisht vështira, flas edhe për ne që punoshim, për popullin, gjendja ekonomike, sociale. Nuk do të merrem me politikë. Atje un kam këtë përkthim, se do të thosha unë të situatës. Un kam gjetë, e kemi lexuar Migjenin në vitin viteve 39 që ka qenë atje në Pukë. Por un kam frikë se e rijetova përsëri. Ishte gjendje jashtëzakonisht e në këtë nivel. Ja, absolutisht. Ishte një periudhë që një pjesë e mirë njerëzve ishin migenianë, si të themi. Megjithatë, unë kam kujtime më të mira sepse mirënjohjen atij popullit, unë nuk e kam gjetur më pas të karrierën time. Një mirënjohje që kishte që unë gjeta atje, sepse sigurisht njerëzit të kuptojnë nëse ti përpiqesh maksimalisht për të ndihmuar as mundësi dhe fuqi që ke, ata ta përkthejnë me dashuri të jashtëzakonshme. Unë kam një respekt papam për ato njerëz. Edhe ato edhe sot një pjesë e tyre kuptohet, me ndjekin, me marrin telefon, me përshëndesin. Kështu që unë këtë periudhë kështu do ta mbyllim. Ishte një shkollë për mua. Sa vite ishte? 4 vite. 4 vite pak. Pastaj erdhi momenti i ndryshimeve dhe lëvizjeve që thuam ne. Lëvizjet më bën mua që të kthehesha pas 4 vitesh, sepse kishte raste dhe jo pak që ato që ishin para vetë, generacije thonë kosovarët më të përpashme, ato kishin ndoshta edhe dekadë që ishin atje. U harroshin atje. Ndryshimet bën që edhe të krijojë mundësia televizia atje, të afrohesha qytetit tim Shkodrës. Dhe në atë moment aplikova më një herë për specializim, si e themi. Atë kohë kishin rrethet drejtën për të bërë këtë gjë. Për arsye të ndryshme nuk duhet, ndoshta nuk është momenti për të sqaruar, unë nuk më ta ka drejt. Unë kisha qefi të bëhesha kirurg në fakt në sferën e kirurgjisë, edhe në mënyrë specifike ortopedin. Unë e kam pas gjithmonë pasion punimin me duar, si më thonë. Gjithmonë edhe kur ishe i fëmijë kështu, kishe qef të merresh edhe me ndërtimin e një murit. E kuptoj që nuk ishte një amator. Kishe qef të merreshe gjithë mobilet e shtëpisë dhe i riparoshe, i ndërtoshe sipas ideve të mia, ma kanë leju prindërit këtë gjë. Por kishe qef të punoja me duar, por
Nuk u bë kjo. Dhe ishte një moment i vështirë, kjo është 91-shin, ku ishte dilema tani, kjo s'mo dha. Ju dini nëse jemi të ri se unë patjetër dhe ç'a do bëj tash? Unë vija nga Fusharsi, ishin qytetin tim, nuk më dha kjo. Atëherë ishte dilema, ose si themi, mendimi i parë që ishte largimi nga Shqipëria. Vazhduar, nuk e di se si mund të shkote. Dhe para se të merre këtë vendim që ishte pjekur si vendim, sepse nuk shikosh zgjidhje, atëherë unë bëra më thanë dikush, një përpjekje të fundit, se përqepi. Erdha, takova ca miqtë e mi, shokët e mi që ishin në Tiranë në atë kohë. Dhe sepse unë kam pas që fat një jetë, i kam pas shokët më të mirë se vetja, kështu që i kam pas konsulent, i kam pas me vërtet konsulent, i kam edhe sot, janë eminenca në fushët e vetë të mjekësisë. Dhe duke biseduar që çfarë të bëj, në rastësore, aty në oborrin e qytetit, unë takoj një profesor të nderuar, e cili e përshëndes, profesori Apule, i cili për arsye të asaj kohe është vendosur, transferuar në Shkodër, dhe unë aty kisha një johë shumë si përfaqësore. Dhe më dëgjon, e takoj, e përshëndes, dhe më dëgjon. Më ndodhi kjo gjë. Më thotë, më dëgjon, e më thotë, hajde me mu. Edhe me qonë, me njëherë, unë pa e ditë se ku po shkoj. Futët në spitalin efektiv, dhe atu po kalonte po zbritë shkallë profesori nderuar i Kollosi, unë që kështu e quaj një. Të ndjerin profesor Pano, i cili po zbritë nga shkallët, nga kati 3, 2, kështu më radhë, me takojmë në shkallë. Ka që ishte këtë moment, dhe unë thesh nuk dishe për çfarë po takohej, por thjesht po bëj një përpjekje edhe një herë, në këtë jarru zgjidhje, për një lloj specializimi. Profesor Pano, si që ishte i tillë, i fuqishëm, omnipotent, në gjitha drejtimet, me dëgjon, shef letrat që kishe unë, shikon diçka e pa drejt kishte ndodhur, më thotë, do bësh infeksionist. Unë ngriva. Të them drejtën, ka qenë zgjedhja e fundit e imja. Në qoftë se ta them ku isha student, aty që unë nuk e doja, nuk e shijoja kur e lexoja, ishte smundet efektive. Ma tha këtë gjë, edhe më tha, dëgjoj, shko djalë, si kishte autoritetin e vet, ik tha, mendoja, qose ti e vendos, hajde fillo. Kështu ka qenë. Dhe unë shkova, pastaj mendova me familjen, unë ishe atë kohë fejuar, ç'a të bëjmë, të largohemi, apo ta pranojmë këtë gjë. Kështu që ekuilibri shkoi kthej, dhe fillova pastaj. Kështu që unë jam mirënjohës gjithë jetën këtyre dy burrëve, të jashtëzakonshëm. Njeri i ndjeri Pano nuk jeton më, unë kam pas fatin që ta kenë edhe drejtues për shumë vite, dhe profesor Apule, i cili jeton ka vitet e veta, por që unë kam një respekt s'do të harroj gjithë jetën atyre burrave. Kështu që filloi jeta re, rrugtimi si specialist në vitin 91, besoj në maj kemi filluar. Në atë kohë 2 vite ishte specialiteti, pas 2 vite u ktheva në Shkodër, punova 5 vite atje, pastaj lëviza drejt Tiranës, dhe në 98 u ktheva, si themi, u emërova në QSOT, edhe pikërisht në repartin e terapisë intensive. Nuk ishte zgjedhja ime, ishte shamat, si ta themi. Më thanë, këtu është në frontin më të vështirë. Frontin më vështirë, sepse në atë kohë ishin larguar 3-4 doktorë, 3 më kujtohet, të cilët ishin larguar nga Shqipëria dhe kishte metër bosh. Kështu që unë desha, nuk desha, u futa atje dhe filloi një periudhë tepër, shumë më vështirë, një sfidë jashtëzakonshme, por që nuk e them kështu, pa mungesë modestie, ajo më bëri mjek pastaj. Ato pëshërësit që më atë kishe, mos shikoni kohët e sotme që kanë rekonstruksione, ka pajisje, po flasim për vitet 27 vjet përpara. Profesor, ndërkohë që të dëgjoj, më vijnë 2 gjëra në mendje. Së pari, se sa e rëndësishme është ndonjëherë dora e Zotit që të nxjerrë përpara një njeri që ti as nuk e pret, as nuk e mendon, dhe të ndryshon gjithë rrugtimin e jetës. Është shumë e rëndësishme dhe vërtet është vendimtare. Dhe së dyti, se si mund të jetë për një mjek të ri, ta pasionuar, edhe këtu doja t'ju pyesja,
një mjek që ka ndërtuar një ëndër, një plan, një proces për të çuar përpara dhe gjendet përpara një padrejtësie, që unë mendoj që kjo do jetë e përhershme, nuk është vetëm asaj kohe, po është çdo kohë. Edhe në raste të tilla gjendet përpara sfidës për t'u larguar, për ta lënë betejën mes apo për të bërë një zgjedhje të dytë dhe për të vijuar. Kështu që kjo është pyetja ndaj jush, sa e vështirë ka qenë të përballesh me padrejtësinë edhe pastaj reagimi juaj. Shiko, duke qenë se ne kam pas këtë eksperiencë, si ta themi jo të këndshme në jetë, unë i kuptoj edhe rinin sot. Duke qenë se unë kam edhe shumë, u bën dy dekada, më shumë se 3 dekada, pothuajse që unë merrem edhe përfshirë në procesin e mësimdhënies, duke qenë dhe tutor, mentor, si të dënë ta quajmë, këshilltar, mu me vjen keq për rinin, dhe unë i kuptoj mjaft mirë ato. I kuptoj bela unë jam krenar sepse shumë prej tyre të cilët unë kam pas kemi komunikuar sot janë për spitalet më të mira, ndoshta të Amerikës, të Anglisë. Kemi bërë debate, por më thënë drejtën, unë i jepshe të drejtë atyre. I jepshe të drejtë sepse nuk shifshin zgjidhje ato. Shqipëria, unë kam i bindje në mjekësi, po flas prodhon çdo ditë talente. Për këtë jam i bindur. Jam i bindur për njëkohësisht që ka këto talente që janë atje pavarësisht janë në kushte të mira, mund të jenë të sistemuar, në qoftë se të krijohet një frym tjetër, ata dhe kthehen. Pa diskutim. Unë e kam bindje këtë gjë, kështu duhet ndryshojmë ne, duke filluar me, unë flas edhe për vete, për rrezin tim, do të jemi më të hapur, do të jemi më tolerant, do ta ndihmojmë, mos kemi frikë nga suksesi, mos kemi frikë nga sfida. Sepse rinia atë të drejtë ka, detyrë ka të sfidojnë. Dhe ne du t'i hapim rrugë atyre. Edhe unë mendoj që duke e pasur vetë, do thënë një kujtesë tillë, unë i kuptoj ata njerëz, i mbështes, unë gjatë jetën time nuk i di tjerë mund të thojnë gjithçka sepse e din. Ata që kanë jetuar rreth meje, unë gjithmonë i kam stimuluar ata. Bile po të them që nga smove më kujtohet që kur drejtoheshe një pavion që sotës, jo terapinë intensive, kishe specializantët janë të ri. Po shifje për e tyre të cilët ishin jashtë kursisë tonë mësimdhënies. Ato ishin me program tjetër. Dhe në ka të talentuar që lexoshin libra amerikan, program amerikan. Dhe kur i shikosh atë konceptet e shikosh ka kur bisedoshim dhe diskutosh për rastin ose diçka tjetër, në praktika e përditshme, shikosh që ata ishin indiferentë, të tërhequr. Edhe unë shikosh këtë gjë. Unë i shoh edhe sot kur jap mësim. Në qoftë se pedagogë shikojnë që ata janë përgjumur, merren me telefone, ose tregon që ti ka dy gjëra, pjesa e parë është e jote. Je interesant, por je po jep diçka që aty një të rreq vëmendjen, apo je rutinë, klishe, gjëra që nuk e ngaspon. Edhe shikoshi këto, edhe i afrosh ose çfarë? Jo, ata me modestinë vetë, se gjithmonë njeriu është modest. Sidomos to njerëzit që janë talenta. Ti duhet ta zbolosh ata, se ata janë lloj profil, ata me profil kult. Se thot edhe populli, pa e ma që ka kokra, ama kokën poshtë, është kështu. Ata duhet i kapesh. Edhe atë i angazhosh, unë më mend kur i bëshin në round table, si i thoshim në aty në diskutim rastet, i thoshim ma diskuto ti djalë me syrin tënd, këndvështrimin tënd, me atë që i quajmë triazhin, algoritmin tënd diagnostik. I mbështetur në ato libra që lexon taj. Dhe ai delte me kënaqësi e shpjegonte. Kur pjesa tjetër e aty në mjekëve që ishin ordinator ose të tjerëve thoshin, "Ç'na qet ata, ç'na ulë, si më thon nivelin." Unë e bëshim me qëllim këtë gjë. Shikoni. Unë vërtet ishe pedagogu i tij, mentori i tij, por unë kisha nevojë për atë djalë. Shumë kam mësuar një gjë, më kam mësuar tjetër. Në procesin pedagogjik është, si i thonë, është ndërshkëmbim ti jep eksperiencën tënde që e se ka, po e të jep terren që ti se ke kapur. Është më java, është më talente, është edhe. Do të thonë, i riu është shumë si sfungjeri që thith gjithçka. Kështu që kjo do ishte një arritme të bëjmë një komunikim, një harmonizim të mirë gjërave, gjërat do ishin shumë më mirë. Dhe unë ato djemë dhe vajza, kur më kanë ardhur një dy për tyre më kanë thënë, profesor, për respekt. Më thoshin që ne po ikim. Por nuk e them përsëri po e them për megalomani, më thoshin që duke qenë se unë angazhohesh dhe ato ndjeshin pengesa, edhe ti nuk je për këtu. Ma kanë thënë ato. Kështu që sigurisht Shqipëria ka ecur.
do ecim, është një fenomen që së ndërpresim dot, është dinamik, por që duhet në shumë. Ne që kemi atë moshën e drejtimit, moshën e vendimarrjes, si të pyete a ka rëndësi. Shiko, gjithmonë do jetë një njeri që do firmosim për ty në rrugtimin të tjetës. Unë s'do ta përdor, unë kam firmos shumë, siç kam firmos për mua të tjerët, por kjo nuk është që unë do ta përdor atë si një element që unë të kam bën der. Jo. Mos bëjmë nera duke firmosur. Ne japim një të drejtë, po duhet jemi të drejtë atëherë kur e firmosim. Profesor, sa mirë do ishte që një pjesë e konsiderueshme atyre që do duhet të ishin udhëheqës të plotësisht profesional të të rinjve të kishin të tillë mundësi, kështu që unë duke qenë se ju njoh nga afër dhe ne kemi ndarë bashkë edhe orë mësimdhënie, jam shumë krenar për mundësinë edhe për mënyrën se si ju i bëni gjërat. Do doja t'ju pyesja tani pak më tepër për pjesën klinike. Kështu që përpara se të pyes për një sër rastesh që keni hasur në jetën tuaj, dua të pyes për atë rastin e parë. A e kujton atë rastin e parë fare që ti e përballur si mjek? Ka shumë raste, në fakt edhe unë nuk e di cili mund të ishte më pikanti, po unë po ju them vetëm fillimet e mia si mjek. Kujtohet një gjë interesante që unë edhe e kujtoj shpesh. Pra, imagjinoni, unë zaktohem në Fusharës, skema ishte e tillë që ti emrohesh atje, du punoshe 6 muaj dhe 9 muaj në një spital, gjohet përgatite për të dalë në terren pastaj. Unë kishe 6 fshatët e Fusharësit. Kushtet ishin të vështira në atë kohë atje dhe një shok i imi që nuk jeton më, i cili ishte para meje, ishte caktuar në Fusharë spital dhe më fton mua atje direkt. Pa kalu në spitalin e Pukës apo të Shkodrës, se kishin nevoja atë kohë për mjek, kështu që unë s'kishe stash, si ta themi, eksperiencë. Imagjinot nga libra direkt të pacient. Dhe më kujtohet që ishte një situatë që unë se pritëshe, ishin mbledhje e spitalit atje, mbledhje vjetore, e më thonë ti, doktor Pilaca, ti s'ke punë me këtë mbledhje, se a erdhe. Kështu që shkanej shifet të smurët, imagjinoni nga kjo status. Që këti akoma i si nëzanë, akoma i ndjen vete që nevojë për të mësuar, për të pasit dikën mbi kokë, më thotë shko vizitosh. Që do të thotë vizitosh në atë moment? Ishin nërmarja, sepse në Fusharës ishin nërmarja e përpunimit drurit, ishin mjerat, ishin 35-40, nuk e di sa ishin punëtor, me patologjit ndryshme. Dhe unë shkaj edhe unë u dridhësha, dhe kishe emocione kaq të forta sa as deri nuk e gjeta kallaj. U futën vizit, emocionet ishin papame, unë kujtoj një nimë smjek të vjetër atje, e cilin e kujtoj me shumë nostalgje, nuk jeton më, është babaj një nga sopranave më të mira që i kënë në Shqipëri, Mariana Lekës, i cili me qëndrimin jo vetëm të njëri në eksperiencë, po edhe një të prindit, unë ishe djalirim, 24 vjeç. Me shikon më unë që më një ftyrë me vinte, një vit më shkonte, vishë një, e kuptoj situatën. Edhe filloj edhe doljet e dhe. Ti tha, mos hajde sot, se nuk e ke për sot, ti për ma pastore territori mas deret. Edhe me jetë një 2-3 vetë, se të vazhdojnë, ishte ka që inteligent burë, ka që mirë. Edhe futet njëri, ishte me një djaliri, ishe 30 vjeç, dhe i dhimë të shpina. Dhe më thënë, ata kishin shumë probleme me kolonën, po e që në dhimë të shpina, sepse kishin punë të rënda. Fizike. Peshe, fizike. Dhe në atë kohë kishim i diagnosi, kishim fillu SRLS, qunte. Sindroma retikolo lumbosakrale. Çdo dhimbje shpine e fuqim kështu. Atë kohë kishte egzaminim, absolutisht. Bëshim një vizit klinike kështu. Edhe i jap recetën atij. Kjo është receta e parë. Edhe më mensit është jap me analgin, i shkruaj, analgin 3 herë nga 2 ampulla, 5 ditë, edhe mbaron receta në këtë moment. Është nga këtë moment që unë kam shkruar këtë, unë s'kam ne asnjë moment i qetë. Sepse më kujtohet, unë vishe nga shkolla, të gjithë teoria farmakologjia e analginës. Qa do ndodhë? Kjo është me këtë dosje kam dhënë, kjo ka i mekanizmi i cili shkon të vasodilatacioni, mund të bën një shok hipovolemik, mund të bëhet, do të desin ky njeri. Dhe më i men ka qenë ditë e premte kur e kam shkruar recetën, në ditë premte ose shtunë, unë shkoshe në Shkodër në shtëpi dhe vishe të hanë mes.
Dhe atë fundjavë unë nuk kam qenë vetvetja. Njerëzit thoshin çka ka ky, unë ishin mbyllur, menden aty, s'fleshe gjumë, nuk hash, çka ke asgjë, as ja tregoshe kërkujt. Vjen momenti të hanës, unë me bindni që du më arrestojnë, çka ka ndodhur aty. Zbrez nga autobusi, edhe shikoj njerëzit, thash, qet normal. Pesh një infermier aty, tha. Ha mos janë punë, mirë, tha. Kemi një lajm, jo, thash, zakonisht. U qetësova pak, eca pak, i them, ati në smjekët, parë zot, a filanin, i them, si është, mirë është ata, shka gjë, thë, pa u qetësova. Gjithmonë pa mendojshe, pra kjo është fillimi që të regon që edhe sot, unë kam 40 vjetë po bëhen karrierë, unë këtë pasiguri, këtë emocionën e përjetu edhe sot. Kështu që unë se harroj kurrat dhe i them edhe të rive, keni kujdes, duhet menaxhoni emocionet, duhet të administroni mirë situatën, po kjo fundjavë sa i kohë më ka me njollë, edhe kështu që më ka shtu gjithmonë atë kujdesin e përshkrimit, gjithmonë e kam parasysh atë termin latin që na thoshin për të kokën, prima non nocere. Pra, më mirë ti nuk e ndihmon, po mos e dëmton. Edhe kjo është një mësim shumë i madh që unë e vazhdoj ta kem parasysh gjatë gjithë jetës. Si psikiatër, profesor, mund të them që është e pamundur edhe pse shumë mjek thonë nuk kemi empati, nuk e fusim emotivitetin, po është e kot, domethënë. Nuk e besoj. Njeriu nuk mund të rri larg empatizmit me pacientin, sidomos në raste klinike ku ti lëshon një recetë, sepse ti e ke ndjesinë nëse atë po e ndihmon apo nëse ka ndodhur diçka që nuk shkon atje. Ai që e merr profesionin e mjekut nuk mund shkutën. Absolutisht. Ai që e dashuron zenati. Patjetër. Se ka disa persona të cilët e marrin një profesion dhe e zhvillojnë ashtu siç duhet për qëllime të tjera. Ai që e dashuron, ai që e ka zgjedhur dhe e don këtë zenat, patjetër që empatin. Shiko, mjeku, mendoj unë, nuk është mjekësia nuk është mekanik. Është ndërveprim midis ndjenjash. Dhe unë besoj se ti mund të jesh mjeku më i mirë në botë, nëse nuk ke arritur të penetrosh tek psikologjia e tjetrit, që ai të ketë besim që ti po bën zgjedhje më të mirë, ti ke dështuar. Dhe unë e kam parë në jetë këtë gjë. Nuk e besoj që unë besoj shumica janë të përfshirë. Është tjetër gjë natyra njerëzore se si e manifeston këtë gjë. Si i kontrollon emocionet. Por në përgjithësi mjekët të gjithë bëjnë këtë gjë. Profesor, le të kalojmë te një rast tjetër klinik. Në eksperiencën tuaj gjatë keni pasur raste që kanë qenë tepër të komplikuara, të vështira, sigurisht suksesshme, ndonjëherë edhe jo të suksesshme. Cili është ai rast që ndoshta ju ka ngelur në mendje për të gjitha këto së bashku, por që është bërë një punë e madhe, ju e kujtoni edhe sot e kësaj dite për vështirësinë që ka pasur? Ka shumë raste që thash. Unë që se më lejon du përmend jo vetëm një, du bëj një dekurs, që unë pyetet mua nga fillimit edhe në vazhdim. Unë, kur u ktheva në Shkodër si specialist tashmë, si shktheh në rutinë njerëzit, kanë i pas, e vere edhe në këto të rritë sot, kur shkojnë në rrethet e veta, e kanë që farë emocionit fort. A do t'i prajnojnë kasta aktuale, lokale, nuk është e letë dhe kjo, është një sfidë tjetër kjo. Dhe unë, kur shkova në Shkodër, unë kam gjetë 3-4 mjekë të mrekullueshëm. Shkoda ka pas në vitin 93 që u këtë vona akoma kishte met një, si të themi, një grup mjekësh të mrekullueshëm, jo vetëm të efektive, të smundi efektive, por të gjithë specialiteteve. Ato ishin kolos për mua. Dhe ishte një nga dëshirat të mëdha që unë e doshe qytetin tim, duhesha me jetu me punu në Shkodër. Nuk e kam dash të vi kështu qëllim vetë e Tiranën. Thoshe pse? Dhe në qoftë më lejon, unë them për shumë, unë kam pas fatin të njoh sigurisht në fund të karrierës tyre kirurg të mrekullueshëm që janë me emër sot kombëtar, Max Mirashin, që ndoshta i trisi kemi dëgjuar. Ishte ndjera që dish tani Zyli Kraja, ishte Ferit Hoti, çfarë themi numri i madh mjekësh që kishin marruar dhe pjesë e mirë kishin marruar dhe jashtë. Ishte fundi, termi i këtij grupi që kishin marruar në Çeki, në Bullgari. Kishin lezetërisht me ta, flishin 3 gjuhë të huaja. Ata s'kishin libra shqip. Pra unë kishin ëndër me kënë mes tyre. S'po them për dedin e famshëm, kardiologën e famshëm. S'po them për një nga neurologët më të mrekullueshëm që ka pas Shqipëria, Sandër Ashta. Ata ato të mitë që unë i gjeta atje me një grup të mrekullueshëm,
Dhe në këtë momenti, kur shkon atje, nuk e ke lehtë. Ata kanë krijuar klientelën e vet, kanë krijuar emrin e vet. Ti do shkosh shiri, e kupton? Edhe unë ja them e trive, më duroni, të jeni të duruar, të ndëgjoni, mos jeni arrogant që në fillim, ndërtoni avash emrin tuaj. Edhe kështu e bëra edhe unë, edhe do të pres një moment që ti bashkë që të themi golin e parë, që ata të shohin, pas ka një njeri që pas ka informim e atjere. Më kujtohet kjo ngjarje që në spitalin e Shkodrës asaj kohe ishin ardhur një rast i parë nga një zonë e Shkodrës, i cili ishte me dhimbje barkut, dhe imitoti i abdomen akut, si i themi ne. Edhe menaxhojnë kirurgët normalisht. E shohin ata dhe e fusin në operacion për apendicit. E shohin ata, e mbyllin, e thonë që ne e bëmë operacionin, po si ishin bindur që kishin apendicit. Mbas disa orësh vjen i vllai. Po me tjetin klinik. Po ashtu vjen edhe motra, pastaj bëhet brenda një familje ose një fisi, 5 vet, 6 vet me tjetin klinik. Në ata moment eksperjenca atyre i bën që avash prit të ndalojmë, s'mund t'i fusim gjithë familjen në sallë, se janë gjithë apendicite, s'ka një epidemi. Ne daftojnë ne, se thonë është helmuar. Se do jep këtë shembull për të thënë që në Shkodrën time kur kam shkuar i kam thënë që duhet bëhem infeksionist në Shkodër me atë jargonin e vetë. Qa do bëhesh ti? Infeksionist? Me barket vjada do merresh ti? E me Zaralek, se kështu ja termi. Kaq ishte kuptimi për funksionin e infeksionistit. Më vonë, pastaj kuptova shumë gjëra të tjera. Dhe na thasi për konsult. Shkojmë e shohim na 1, 2, 3, 4 vetë s'ka më apendicit kështu. Shpërthy i vatër. Apendicitet nuk ekziston. Ata ishin ndaluar. Kërkoni mendim. E më qojnë mua atë. E shoh. Kjo e një ide. Duke qenë se unë vishe nga qësë të jasë kishe 3-4 muaj, kishe pa raste. Si e ka këto që janë universitare. Kam edhe kriju një ide në mendet time. I shikoj edhe mi e shav gëngivet. Pari, 2, 3. Uli kryt, s'kishe kuroja për ta thënë. Imagjino të thush unë diagnoza është kjo para kolosve atje. Dhe me shumë elegancë mendova unë, i thashtë, po bëjmë të analiza, po shikojmë, a delin jashtë, marrim material për të gjithë gjë shkaktarë, se mendojnë që është një intoksikacion, si një helmim ushqimore, diçka. Unë e kishe kryu idenë, edhe kjo është mendimi im që e kam për të dhënë si mesazh. Mjeku, diagnozën, është mendimi i parë, ati mos ju largo. Po të kryu, mund të jetë kjo, aty mundojo ta qirosh, sepse në pjesën më të madhe kështu dalin gjëra. Dhe unë shkova hapa librat, me atë mendimi që kryo. Sigurisht, pas siguri kishe. Dhe i them që kthehem mes disa orësh, analizat, ishin blerë gjithë. Ha, ma qa thuti më djalë se kështu. Djalë ishe, fëmijë e tyre ishe. Them një lutem, a ka mundësi, thesh unë, të kem të hedhë një ide. Po që qa është? Qa helmimit është? I them, jo, po kjo helmim mund të quhet, po nuk është ushqimor, se ne infeksionizëm herë me ushqimorin. Kur i pyet me një nga një familjar, si është një styrë, ato kishin një mulli personale ose të zonës, që e përdoshin me plum për bë. Edhe e bërë intoksikan nga plumi. Dhe u gjetë burimi atje, u shpëtu nga thika këto, ato u transportuan pastaj se ka nevojë për një miksim të meksia. Kjo është fillja e parë dhe duke qenë se doli ashtu, ndryshoi dhe trajtimi ndaj mehet, filloi si të ndryshoi opinioni dhe filluan pastaj vash. Kështu ndërtohet. Besoj profesionin. Ndërsa një rast tjetër, unë do të përmendja këtë, është që unë sot e kam mik këtë pacient. Gjatë kohës që unë transferohem në Tiranë, në reanimacion, shkoshe, akoma nuk ishte ardhur bashkëshortja, si ishim pa familje, këtu. Dhe unë shkoshe shtu në shifshe familje. Atë kohë kishe dhe djalin e vogël. Dhe në moment që unë shkoj në shtëpi, të dera shoh 3 njerëz, pa hinë në shtëpi. 3 familjarë, dhe më thonë, doktor si, ne kemi e halë, du të në ndihmosh. Kam djalin, thot, shtruar në spitalit efektiv Shkodrës, a ka mundësi, i thëmë, unë vejnë që ose më thrasin kolegët, se ka etik. Sigurisht. Më thot, jo, kemi marrë lejnë e tyre, thot.
unë vetëm dozova çanta që kishe valigje, edhe me njëherë shkova në spital dhe pam smuri. Ishe djalë 27-8 vjeç, sa pas sa më martuar, dhe kishte një gjendje më të mirë. Ajo smundje që unë pa them që në fillim është një quhet leptospirosi iktohemorragjike, morbus Veil, domethënë është një situatë që jo të gjitha kalojnë, por ata që e kalojnë rënd, e kalojnë shumë rënd, që ka dhe rrezik vdekje. Do të thënë është një smundje e cila vjen nga një leptospirë që i qymna që transmetohet nga brecit, nga mit, edhe Shkodra është zonë endemike për leptospirose. Ajo merret nga kontakti me ujërat, peshkatarët e kanë, hidraulikët, po dhe njerëzit e tjerë që e marrin me ujërat kontaminume. Dhe faret e loledidhe që kemi shepni kur shkojmë na qitimi, ata mund tjetë sepse rrinë për magazina që kontaminohen nga breci. Dhe ajo krijon një situatë të rëndë e cila quhet iktohemorragjika nga vetë emri, bën zverdhje në njerëzit, pra prish një pjesë funksionin hepatik, edhe prek dhe veshkën, dhe njëkohësisht bën diatezë hemorragjike. Ai kishte bë pancitopeni. Dhe kolegë kishte 2-3 ditë që u trajtoshin e shikojnë që s'po shkonte mirë. Kishte nevojë për një, si themi, një klinik më të komplektuar, më të avancuar. Ato e njihshin shumë mirë kolegët e mi leptospirozën, se ishte endemik, më thënë. Edhe e shikoj dhe kjo ishte e shtune. Ja, bisedojmë njëri me tjetrin, japin mendimin që kishim, i them do vi ta shoh nesër prap. E shikoj situata po rëndoi, kishte filluar diatezë hemorragjike nga krukullitej, hemorragjik ishte në sklera, hemorragjik ishte në urinë, kishte paksuar diureza, sasi e urinës, po bëhen në insufficiencë renale, deri në bile, i thënë do a shoh deri nesër, nëse nuk stimulohet, e bisedojmë prapë, shikoj që ai nuk po reagon, tas sidomos veshka. I thëmë këtë duhet vinë Tiranë. Aman të lutem. Dhe unë nisëm për Tiranë, ato nisëm atë ambulancë. Nisëm në atë ambulancë, dhe imagjinoni Shqipërinë asaj kohe, që bëhet fjalë 99, rrugët, ai nuk arrin me shku nga Shkodra deri në Bushat, e keni parasysh distancë 15 kilometra, rruga me tronditje, me gropa, ai nuk arrin dot sepse vjellet e tij dhe krijon një situatë që ai mund të rrezikonte jetën në autoambulancë. I them unë, më thonë kështu, kthehej mbrapsht. Si do ja bën? Edhe unë menjëherë, për arsye të miqësisë që kishim në shkollë, ish ministrin atë kohë, zoti Solis, si që është një njeri fantastik në gjitha drejtimet, e marrë direkt telefon, ma kishte lanë këtë akses, i thëmë kështu, kam i djalë 28 vjeç, me duhet helikopter. Kështu, e ke për i gjyqësorët atje. Dhe ka helikopteri, e ka marrë atë, unë kam nisur me makinë, dhe besoj mund të kem shkuar unë i gjyqësorët përpara ndoshta helikopterit, unë kishe folë edhe me qendren, me shefat e mi, dhe kështu, dakord mirë. Ai rasti do vinte në raportin që unë ishte caktuar, në reanimacion. Edhe pas gjatur shumë, atë djalë, mbas 3 ditëve punë që unë ta ideal kam në 5-6 ditë ndoshta s'kam shkuar në shtëpi fare. Unë, kolegu im, ne ishim 2 vetë, kishim pak. 5 ditë unë, 5 ditë ai. Nuk shkoshim fare. Se do më notoronte, ne s'kishim aparatura, ndeni që ka sot. Ishte çfarë them, situata në atë kohë. Vetëm me sy, me ndjekje, monitorim, të rest shqipe ndjekje. Dhe erdhi moment që mas 3 ditëve që unë ishe pa gjumë, më thotë ndreden, kur ai kishte bë anuri, nuk urinonte më. Kështu që anuria ishte situatë shumë e rëndë, diateza hemorragjike, kështu me radhë. Atëherë unë thishe kolegët nefrologjisë, aman, shikojme, po ata s'kishin faj dhe ato, po e thëmë, sepse 6, si e themi nga ato karike kishin, kër vendoshin këto, 6 aparate dializës. Ishin në katin e 3 spital, të 6 kaci që i dhoshim ne. Atëherë më ka marrë kështu mas 3 ditë, kur e pashë djali po mikte, e kam marrë me barel edhe e kam shu ati afër. I kam thënë, ju bani çfarë të dëni, unë e kam pru këtu. Ata me të vërtet, u qunë me njëherë, edhe aty është rasti i parë i dializës, ai djalë ka bë 22 seanca. Dhe herën 2 ditë që bëjmë, mendoni që ne kena marrë në barel e herën 2 ditë. Se s'kishte, me qata qoshe, ju kuptoni efektivi ku është, 6 kaçi, barel me dorë, me makinë, me dorë, edhe në përshkalla.
Mas 22 ose 24 seansave këtë se më mirë, sigurisht ai filloi e mori veten, edhe shkoi mirë rasti. Edhe është një nga miq, ai siko mjeku ka shumë raste dhe ju të gjithë mund t'i bëjnë miq. Ata ruajnë respektin, ruajnë kujtimet e mira, pa diskutim, po ka hera në disa raste që të ndahen. Dhe unë jam shumë i lumtur kur shoh veçorinë e tij, kur shikoj sukseset e tij, është jashtëtet ai, fëmijët e janë rritur, janë bërë shumë të mirë, të suksesshëm. Që ky është një nga rastet që unë kishe dëshirë ta ndaja me ju. Ndërsa nëse do flasim për një rast tjetër, më kujtohet në maternitetin e Tiranës, te Koqo Glozheni ishte shtruar një gru për të lindur. Por jo si kishte ardhur momenti për të lindur, por me që ishte 7 muaj e sa, ai ishte shtruar atje. Por situata si ishte shtruar ishte sepse ai pa paraqitë temperaturë, rënje të kuadrit gjakut, një gjendje toksike, dhe analiza e gjakut tregon të gjithë elementet e gjakut, që janë 3 kolonat kryesore, rruzat e bardha, trombocitet, ato kishin rënë. Ne i quajmë pacemaker. Ato kishin filluar edhe hemorragjia, në atë kohë ata me drejt kërkojnë ndihmë, edhe thrasin kolegun hematolog të pare, pastaj më thrasin edhe ne. Hematologu e shikon sepse është i pari që duhet të menaxhojnë situatën e gjakut, që po ndodh. A ka kita, po ka fibrinolisë, po që po ndodh, hemorragjia, si është. Ata e menaxhojnë si fillim, pastaj arsyen, shkakun, etiologjinë është tjetër. Kështu që ishim të dy nati. Edhe vendosim që të bëjmë mielogram, të shikojmë çfarë ka ndodhur. Ndërkohësisht në mielogram ne shikojmë edhe pjesën tonë. Ai e bëri për smundet e gjakut, mësoi në leukos, mësoi diçka nga smundet e tyre, pastaj në shikim doli leishmanios. Keni dëgjuar besoj fjalën leishmanios, e që duket kështu kur e thua shumë e kallajshme, po po e gazoj këtë rast shumë interesant, shumë pikant. Dhe ishim para dilemë çfarë do bëjmë. Situata është shumë e rëndë. Ishte rreziku për t'i humbur të dy. Edhe fëmijë, që ishte 7 muaj dhe pak, ai ishte formuar, po i papjegur, para koshëm, po gjithsesi, apo do rushim nanën, si do ishte puna. U morëm me një vendim shumë, nuk ka qenë i lehtë, debate, pa diskutim, ato profesorët e ginekologjisë të mrekullueshëm, vendosëm edhe në gjithë bashkë dakord që ai fëmijë të provokohet, nëse bëhet me lindje do ishte më mirë, se pa vendosur thikën, dietezë hemorragjike nuk mund të përdorësh. Për ta bërë me është vështirë. Ai lindje fëmijë provokuan, që dhe në lindjen, lindi fëmija. Lindi me suferenca, me probleme si lindi në këto situata, por fëmija, okej, kishte shenjat vitale, u morë në kohë. Nënën e mora në reanimacion, sepse milogram doli leishmanios. Tani leishmania, e komplikuar, okej, ne fillon është vetë smundje, është bilet dikur i kanë thënë leishmaniozës për arsye probleme që krijon organizëm, që janë probleme infeksioze, toksike, imunologjike, si mini AIDS, mini sidi kanë thënë dikur. Kaq komprometon organizmin. Megjithatë, ne kishim i fare optimizmit, sepse e dim tashmë shkaktarët fillon ata në atë kohë me koshim me glukantin, po mi kemi 28 ditë ishin injeksione, dhe sigurisht bashkëpunim me hematologjinë se kishte nevojë të kompensojë gjakun që kishte humbur, aty ishin më mend për herë të parë ne e kemi përdorur Tranexin, më mend si antifibriletik. E kemi përdorur venos, e kemi përdorur lokal, e kemi dhënë edhe për ta pirë, gjitha forma, gjak me plazma të ngrirë me gjitha mbijetoj. Shpëtoj. Ndërkohë që ishte ama aty në interesoheshin me bebe, edhe bebe e mori veten. Po ku është përveç këtij rasti të rëndë, edhe shkoi mirë, problemi vazhdon këtu. Mas një del nga spitali, shumë mirë, mas një kur fëmija bëhet bebe 3-4 muaj, pas ka bëj, 5 muaj ndoshta. Ajo është e marrë vetëm, vjen një ditë me gjithë bebin e më takon. E më thotë, doktor, tha, kam i marak. Urdhëroj thashun. Kam i marak, tha, që e kam bebi me temperaturë, tha, kam frikë më s'ka dhe i leishmaniozën time. Ha, u qesha. Jo, më e bajse. Sepse në të gjithë guideline që kishim ne, nuk kishte përshkruar ndonjëherë transmetimi vertikal.
Me besoni për këtë, është rasti i parë shqiptar i publikuar. I tha unë, jo, më vajzë, s'ka lidhje, se s'është shkruajtur. Megjithatë, unë po shkoj, thash, shumë mirë po bën një vizitë pediatri. Kolegët tanë, infeksionistë. E shohin ato, e bën vizitë, shikojnë që ka organomegali, sepse kështu e ka leishmanioza, zmadhon shpretkën, zmadhon myçin, gjëndrat, gjaku flet diçka, temperatura e tillë, i bën milogram leishmaniozë. E mjekojnë shërohet. E shkojnë të më thotë mu, leishmaniozë më ndodh. Jo me vajzë. Na ke hedhë poshtë komplet koncepcion mjekësore. Imagjino, ai ishte prind, edhe kishte intuiti, mos, se ne e dim si ka smundje tashmë të qarta që transmetohen vertikal nëna fëmijës. Nuk kishim as i dëndër tani. Edhe më një herë e mora atë rast edhe e butova, sepse i thash, a ka raste tjera? Po, ma fillon me dalë në bisht diku në për literaturë, po unë besoj që është rasti i parë i dokumentuar shqiptar. Transmetimi vertikal. Se gjithmonë e thoshim që kjo smundje ka nevojë për i vektor leishmaniozë. Pra, qeni është zakonisht ai bartësi, si e themi ne. Dhe duhet jetë një mushkoj që të shkon qeni dhe po jo vetëm mekanikisht, nuk e transmeton mekanikisht, ajo përpunon traktin e vetëretës dhe e bën në formë infektuese për njeriu. Thoshim si ka mundësi të jetë kjo pa kaluar këtë formë, Kjo është një konflikt shkencor, themi ne. Sa i kishte nevojë të kalon nga një formë, i thoshim ne aflagellare, pa bisht në një formë me bisht, se kur e bën bisht i jep fuqi penetruese. Shqip, edhe nuk e kishim idenë e vertikales. Po që e vërteta ishte kjo. Tani, a kishte nevojë më shumë investigim ky rast? Kishte, sepse kur kemi transmetime vertikale duhet marrim mostrën, shtamin, tipin nën tipin, a është i njëjti apo atje, por nuk kishte si skote ndryshe, sepse ishte lidhje direkte në anën fëmijë. Dhe unë e maj mend shumë mirë këtë rast. Dhe qysh nga i ditën thash, shiko, ne s'duhet i marrim të mirëqenia librat e shkruar. Edhe koha po tregon. Bile ndoshta do të shpeshherë ka kohë që të rishkruhen librat e mjekësisë. Të rishikohen më një. Gjithmonë po shikojmë sfida, atipizma, forma jo të zakonshme, të cilat kanë bëjmë një diagnozë caktuar. Kështu që kjo dinamike është normale, nuk diskutohet. Profesor, po diçka ose një moment, një situatë që nuk ka shkuar ashtu siç duhet, një rast që është bërë një punë maksimale, por personi nuk ka arritur dot të mbijetojë. Sigurisht duke punuar edhe në terapi intensive, atje është vendi ku, si të themi, vendi ku humbin jetën njerëzit. Në spitale njerëzit vinë të smur dhe dalin shëruar. Në spitale vinë të smur dhe dalin të stabilizuar, ka dhe rastet të dëshpëruar. Kjo është jeta spitalore, kudo në botë. Më keni kujtuar që më emocionon edhe kur ma pyetët. Ishte një ditë kur në lajmëron që po vjen një urgjencë nga Kuksi. Erdhi rasti, nuk kisha shumë ngarkesë, si përgatitshim ne për të ashtu. Thonë ishte një vajzë 15-16 vjeç. Në gjendje komet. E bjen ato e fush mbrand, ajo vajzë ishte në gjendje komatoze, febrile, komatoze. Ndoshta ju e dini më mirë, sepse ju e merrni, ishte, besoj, 4-5 pikëshe. E vendosëm shkretën atje, dhe unë e maj mend që ka në orën 12 shtrien krevatin tim. E deri në orën 1 të natës, unë kam bu një karrige, në buzë saj, dhe unë kam në aty. Ishte nëna vetë dhe 2 djemë vllezërit të ri edhe ato. Nuk e kishin baban, nuk e di arsye se kujtoj këtë ngjarje. Edhe nga ky moment që jam ulur unë, vjepshë porosi bëni këtë, dhe thash, nuk kam as i punë tjetër, mos më trazoni, thash personelit, as i punë tjetër, merri doktor atje, unë do ri këtu. Jam ulur atje dhe shikoshe, menaxhoshe, bashë porosi, mjap analize, bëj këtë, bëj atë, e shikoshe që po mikte. 12 në orën 1:12 të natës, mas i pishin e gotuj, që ma bishin. Nuk e them për heroizëm, nuk e kam këtu, do të ndjeni më vonë mesazhin.
e shikoj që unë nuk, me gjithë në hyri, erdhen kolegët, dhanë vendime. Ishte depase, si e thëme, ishte pakthim. Dhe unë harrova ku jam, vetëm jepshe porosi, u lidhe kështu. Në të kohë, ishte i pari konstruktuar herën e parë, po them unë, përballë tavolinës ose krevatit saj vajzës, shkret të ndjerës, ishte muri i cili kishte një të vendosur atje, mur një skulptur të thjesht modest Krishtit. Kishte mbetur nga pararësit e mia ato. Kishte vendosur. Ajo kishte fiksuar sytë atje. Këtë ma thet nëna vetë. Unë nuk e kishe hysh mendin ku është fiksuar. Unë nuk kishe çam unë bëj shikosh parametrët. Edhe thash nga 12 në orën 11-12 natës me ben ajo e ama edhe më kap nga mbrapa. Më fut durët e më dhe çau doktor. Lëvizë. Pedi çka thë. Unë i pashtët. Vajza nuk është e jona. Ajo po flet. Kjo ishte muslimane, miku jem. S'kishte lidhe me religionin. Ajo në atë moment aty po do të një ndihmë që mas asaj, dhe thot vajza po komunikon, nuk është e jona. Ajo po shkon me Zotin, e kërkon ai. Një bornesh tillë unë nuk, edhe kur e them unë emocional. Qonë tha s'ke që bën më, ti ja bëre që kishe të bërë. Vajza nuk është e jona. Me ka quar me dhunë ajo, ik. Erdhen dy vëllai i kapi, tha, motra juar, tha, po shkon botën tjetër. Dhe unë nuk harroj atë emocion që më ka dhënë sjellja asaj nëne të shkret, aty në djemve të mirë. Dhe unë thash, unë nuk di se çfarë ndodhi, çfarë ishte, çka kishte. Ka shumë raste që ne shikojmë që smundja është shumë më agresive, më e fuqishme se prezenca jonë. Sigurisht, me di këtë gjë. Por ishte një kohë 12-orë, nuk kishim kohë më shumë për të fituar, për të bërë pasaj analizë, për të bërë më i lezetshëm, për të shpjeguar pse e qysh. Se ndodhe edhe kjo mikësi, shpjegojmë ne, për çrëndësi ka. Edhe ju ma përmende dhe nuk dësha ta kujtoja, po unë më emocionon shumë. Ajo vajza e cila ishte një encefalit, e cila ma vonë, pastaj në analizë që mund të kemi bërë, po 12 orë nuk e as kohë. Dhe unë atë sjelljen aty në njerëzve, unë e maj mend kështu si një gjërat më të veçanta, më relikët e mia, se si mund ta përjetojnë, se shiko, nuk është e lehtë të jesh prezent kur njëri humbet tjetrën. Po me qenë se unë punova gjatë atë 15 vjet në atë vend. Sa e vështirë është për ju e nesërmja, doktor? E nesërmja që të zgjohesh edhe të vazhdosh me të njëjtin intensitet punën. Ma besoni që kur ka gjëra të tilla, sidomos mosha e treja, situata kështu kur ti s'kishe kohë të reagoshe, të japin një goditje jo të vogël, do në disa ditë tani marrësh veten. Nuk është e lehtë. Megjithatë profesionin e kemi zgjedhur këtë gjë dhe punojmë me veten, meditojmë, e themi që ky është profesioni, ne duhet të vazhdojmë prapë. Tu punosh me veten se kush tjetër do të jetë. Dhe këto situata të thënë drejtën edhe më kanë bërë më të ndjeshëm, më kanë bërë është një stres permanent. Pa diskutim. Kështu që do thosha që të punosh në ata reparte, nuk mund të punosh më shumë se një dekadë gjys. Do të krijohet një normë pune, jashtë e pamundur të vazhdosh. Është shkatrimtare. Profesora, beson në Zot? Duke parë dhe duke punuar në terapi të tillë në vend të tillë. Tani pyetje shumë e vendesht, unë nuk jam praktikant, ta them drejtën. Jam si themi, jam mekatar, nuk jam praktikant. Por unë besoj. Dhe sa herë që unë kam pas nevojë, mendoshe unë, dosh i ndihmë nga dikush, unë gjithmonë e thoshe një lutje për vete. Edhe unë e kam bistërti këtë, me kujtohet që nana ime kur me e shkreta pas rëmet, kur me çonte si e bashë provimet të një student në shtëpi, edhe shkosh i jepshe provim, hypi i trenit, ajo më dilte, më shërtnonte, gjithmonë merrte një maj me një nga ato me ujë, të mbushë sa blaqa edhe me lakë të rrugën. Unë ecse, edhe ajo thonte fjalë të vetë. Unë se kuptoshe, me nana shko, ajo bënte të vetë. Ishte një farë urate që ta hepte, urimi që ta hepte.
Kur kishim provim, e kam pas gjithmonë zakon me himet djathë, këmën e djathë. Kur kishin e procedurë vështirë, sepse ato në animacion do të bëshin tobime, kam bërë këto manipulimin në kolon, kam bërë funksione, gjithandej, milograma. Gjithmonë kur, sidomos këto janë si quajnë blind, janë të manipulimit të shefta, qorre, si e themi ne, gjithmonë thoshe, bismillah. E thoshe. Me pyet, a jam besimtar në kuptimin, nuk jam i rregull, por unë në momentet caktuar kur e ndjej që unë du një mbështetje nga dikush, do të ndihmoj dikush. E kërkoj, në thonë drejtë. Profesor, në fakt do dua tani të pyes në një sferë tërësisht tjetër. Në realitetin ton, në vendin ton, çfarë të trishton më shumë ti? Çfarë është ajo vlerë njerëzore apo e shoqërisë tonë që të trishton në përditshmëri? Kjo është pyetje e gjerë për gjithë shoqërinë, për situatën. Edhe në vlerat njerëzore, edhe në raporte me njerëzit. Do thosha që jemi në një situatë jo normale, po e quaj unë, sociale, ekonomike, psikologjike, politike. Jemi akoma në përpjekje për të arritur aty ku duhet. Unë shikoj që ka një tentativë të rinisë, pra ka një model të gabuar që po japim rinisë, brezat. Një pasionim të shpejtë. Ndërtimi i karrierave jo mbi punën, mbi djersën, mbi mjeritën, po ndërtimi mbi rrugë të tjera të shkurta, të tjera. Dhe shikoj se dhe mos këtë varësi nga telefoni, varësi nga jeta fake, do të qushe, ose një jetër jo e vërtet. Edhe kjo ka bërë që njerëzit mos jenë shumë social. Unë edhe me vajzën time që është në moshë mram, jo më lërgë se mram, po diskutoshim, edhe po kritikoshim dikën që kishte shkruar diçka, gabime. Dhe kuptoni që po ndodh me gjuhën shqipe. Njerëzit nuk din shkruajnë më, por nuk din komunikojnë, nuk lexojnë një libër, sepse i marrin gjërat gatshme. Apo shu. Absolutisht po. Dikur për të gjetur atë që thashun një ngjarje për një botim për atë të duhet të shfletojë. Unë kam lexuar, kam pyetur vjetër të ri, kam pa libra, apo djeshe. Kush të shik legim ta jep. Sigurisht unë nuk kam kundra zhvillimeve, absolutisht. Unë them por që nuk janë shumë organike këto gjëra. Duhet të bëhen hap mas hap. Dhe unë shikoj që kalojnë mjekësi, do shënë të konë që edhe mjek edhe mjekësia shqiptare nuk mund tjetë e përreshtuar nga rregullat botërore. Ku sot politik bërësit në botë janë të interesuar për atë që e thojnë anglisht, nuk e them se e di anglisht e mire, për atë që juhet income në anglisht, jo outcome. Që të i përkthy shqip, rëndësi ka si dole në fund, nërmarrjet, spitalet, nga ana ekonomike, jo nga prodhimi i shëndetit. Dhe shikoj që ka një zhvillim shumë të mirë, shumë surprizues, vertikal të mjekësisë, po jo horizontal. Paguhen parat vetëm në aty ku ka spektakël, aty ku ka like, aty ku ka ndjekje, shvollohu që quhen. Edhe baza është lanë si më duket. Kështu që duke kaluar në kushtet në këto fenomen që po shohim po të sotme, mjekët shqiptarë për arsye të kësaj vorbull zhvillimore, por sidomos të një thyrje që unë se kam dashur, nuk e pëlqej. Thyrja e marrëdhënieve e besueshmërisë midis njerëzve dhe mjekëve. U thy. Edhe duhet, nuk e di sa kohë do duhet për të rafituar përsëri këtë. Duke qenë këtë fakt gjithmonë ka ankesa, ka protestat. Qenë shëtë qenë. Unë s'po them se s'duhet kritikuar. Por shikoni çfarë presionit ka ligjet penale dhe gjëra të rënda. Çfarë ka bërë kjo? Kjo ka bërë që mjekët të jenë në mbrojtje, në defense. Çfarë do thonë me këtë? Që gjithmonë të bëjnë raste të sigurta. Rastet e lehta, rastet e lehta. E kush e hanë si pasojë?
Absolutisht popullsia. Sepse edhe kjo ka humbur iniciativën. Mjekët e mirë talentuar do të provojnë, të ecin, të zhvillohen, mjekësia kështu e ndërtuar dhe mbi dështime. Nuk ka një profesor të suksesshëm botë që patja bësh analizën e vet, ti thosh a ke pas humbje, gabime ose s'quhen gabime këto, por rrugë jo të drejta të zgjidhjes një problemit që humbje jetës. Pafund. Prandaj janë bëhet mirë ata. Edhe unë studentëve i them gjithmonë, nëse keni diçka për thënë, e keni të pasigur thune, më mirë ta thuash se e korrigjon. Se ta marrësh në heshtje ti atje se ajo të futet ty në mendje, se ke ballafaquar. Thonë maske nuk kanë frikë se quhen sikur bolizohen, sikur, jo, unë kam natyrë time profesionale, e kam thënë gjithmonë mendimin tim profesional flas. Kështu do të thotë që kam pas drejt gjithmonë. Ama kur kam pas drejt, e kam kristalizuar, kur s'kam pas drejt, e kam korrigjuar. Kështu që ka humbur iniciativën, entuziazmin për të punuar, edhe punohet, me kujdes. Edhe i thonë njerëzve, nuk e bëj dot se s'kam atë se bëj. I kuptoni konsensusi, është shumë i me vlerë konsensusi para se të bësh një procedurë. Po për të lexosh konsensusin, me gjithë vetë, të mundohin 2% kjo, 1% kjo. Njerëzit kur ndigjojnë këtë, harrojnë problemet themelore që kanë dhe friksohen. Edhe nëse nuk zgjatëm shumë, do të them, kur kam filluar punën, mjekët ishin shumë pak të interesuar pa kartelën. Të gjithë impenjimin e kishin me pacientin. Tash është e kundërta. Tani çdo gjë është e kartela. A është e kartela? Absolut. Burokracia, kontrolli, se më të merr gjop. Pa pacientin, sepse s'ka faj mjeku. Do kontrollohet, do gjikohet e kështu me radhë. Pra është një, prandaj thash abnormale situata që besoj që janë sprova që po kalojmë, të cilat inshallah shpejt do rekuperohen edhe brezi i ri takon ta bëjë këtë punë. Çfarë është mosmirnjohja për profesor Pilacën? E një njeriu i cili ka e dhënë ç'ke mundur gjatë gjithë kohës. E thot vetë fjala mosmirnjohje. Çfarë do thash? Nuk kanë ndjesime të keqe për një individ kur shikon që një person është mosmirnjohës. Është ndjenjë shumë e rëndë. Edhe shikoj si e puna. Si që mendoj unë. Një njerëzit e ndryshëm të zakonshëm që mund të kesh bërë, që ke takuar gjatë udhëtimit tonë në jetë, mund të kenë shumë njerëz të cilët nuk kanë të kujdesshëm raport me ty. Normalisht kanë pas një moment të kontaktis ke. Atë që ti ke dhënë shumë, ai të dhënë shumë. Atë që i ke dhënë shumë nga vetë, atë që e ke ndihmuar shumë në moment të vështirë ti, unë mosmirnjohjen e quaj gjën më negative që mund të ketë njeriu. Unë ja dhem edhe fëmijëve si porosi këtë gjë. Një njeri që në moment të caktuar ju ka ndihmuar në rrugën tuaj, mos e harroni kurrë, e keni emanet nga unë. Nuk ka rëndësi se si, edhe me i bosjesh, edhe me një falenderim. Jo po jo them sot, para se të vija këtu, më koncedoj, është bukur. Unë zakonisht mundohem që mos ta përdor makinën kur kam në gjanë brenda Tiranës, është e vështirë parkim. Ishte ndalë në stacion autobusi. Dhe unë po futem në derën që hinë pasagjerët, po shqiptarët nuk respektojnë këta, po nese. Unë po futem aty. Me thret me emër dikush. Profesor Filani, thosh, kush më thiri? Ishte shoferi i autobusit. Ishte që e bukur. Rasti dhe më tha, unë ke një person i njohur, dikur e ka pasi nevojë për mua. Unë e kisha harruar fare. Arri si më duk sigur, më ndalë se më tha në i hamër aty, ose në nga ato limuzinat. E një është mirë, pa imagjinohet kundër të në ati që ti ki bërë shumë. Megjithatë, duhet mësohen njerëzit, edhe me shgënjimet, edhe me tradhtimet, edhe me ato gurë në rrota, kështu është jeta fatkeqësisht shoqëria njerëzore që e tillë është. Profesor, cila është ajo këshill e bukur që të shoqëron nga prindrit tuaj gjatë gjithë jetës tënde? Ndoshta e nënës, ndoshta e babait. Të them drejtën, me që jam prind vetën, i kujtoj ato. Këshillat më të mira është modeli i tyre, nuk është fjala. Unë mendoj që i familje është e mirë, ose fëmijët marrin një rrugë sipas modelit prindve të vet. Nuk ka nevojë të flasësh. Ata të shohin për dëshmërinë e tyre. Si sillesh, si punon, si sakrifikon, çfarë sjell, çfarë bën, mendimet, diskutimet, shoqërinë që ke, rrethën shoqëror që ke. Kjo është
si të themi këshill që ato e marrin nga jeta me kedorish, që është për e që në thosh. Por prindërit mi më kanë thënë vetëm kaq unë e di që e kishin të fortë këto. Ndershmërinë e kishin të fortë. Kështu edhe parasit e mi, ai më thonë ndershmërinë, mos e bëj keq tjerëve, mos u fut, mos ndërhyj në punë të tjera që janë tuaja. Unë i kam pas porosi këtë fortë. Unë i ata për fëmijëve. Shtëpi i kanë thënë nuk diskutohet për hallet e të tru, s'ke punë. Ndershmëria është ti je korrekt ti ndesh, kur them ndershmëri, mas vjedh, mas bën, nuk diskuton gjithë dimensionet. Unë ti mund të më thuaj çfarë të dush mua sot. Po të më thuash ai do ndoshta ai për mua do ishte më mirë për shkatimin se sa më thuash ai. Gabime bëjmë, me Katar jemi gjithë. Po kupton, hajdut. A gaboj një jetë, gaboj. Po ti jesh i tillë që ti të mendosh gjithë ditën që të bëj të keq dikujt, jo, nuk e kemi si kjo është një një transmetim që e kemi bën bresa ne. Tani, njeriu i ndershëm, njeriu korrekt në kohën e sot me bullizohet në fakt. Është njeriu pa vlerë, patjetërisht. Sash model, po unë kështu është e vërteta, ato du ta themi apo jo. Patjetër. Profesor, vjen një moment që bën një bilans me veten, edhe kalojnë vitet, edhe presupozohet që po themi jemi drejt fundit të karrierës. Si do doje që të mbahesh e mend? Specifika e mjekut është e tillë që deri në momentin e fundit ti je mjek. Apo jo. Ndoshta është i veçori nga shumë profesione të tjera. Unë sa harroj kur një porosi të vjetër, thënë të vjetër, burri, unë tash do ta transformoj, do ta them mjeku, ka kohë edhe një ditën e fundit për të korritur. Kësaj ruam. Edhe këto e kam s'pa të harru një moment me profesorin e nderuar, brillante që kemi pas në kirurgji dhe Semelezi. Kishte një pacient, një mik, pacienti imi i cili vinte nga Shkodra, stomatolog, dhe kishte një situatë interesante. Ai çdo vit në periudhën e korrikut bëhet një periudhë ethe temperaturësh, ethe temperaturë, me kotë më u bëte mirë, për kjo situatë përsëriti. Çfarë është kjo? Dhe vjen me kërku një mendim, shtrohet tek ne, thon, po, fillon me bëjmë analizë, kontrole, shumë i vështirë si rast. Për të gjetë arsyeën, bëjmë ekzaminime dhe fillon dyshimi, krijohet ideja që mund të ndodhë. Edhe u kriju ideja që është një plastron. Dhe më thënë, ai kishte bërë lidhje gjithçka me një apendicit të supuruar, që kishte bërë në Shkodër në X vit, dhe aty kishte infektuar ajo, kishte rrjedhur dhe ishte retrocekale dhe kishte filluar inflamacioni, e organizoheshin murit këtë barkut dhe kishte shku deri lart dhe ishte bërë si një stres e trash murit dhe kishte qenë plastroma, një infekcion kronik herpraseria, akutizohej, thahej, po ai ishte një zhvendosje në një pozicion anatomik shumë vështirë barkut. Dhe sigurisht kolegun me profesor Beqiri, që unë jam bashkëpunëtar dhe jam mik, sigurisht ai ishte drejtues, e bisedojmë këtë rast, që quhen profesorit. Dhe profesori, masi unë e kam pas gjithmonë qejf që kur çoshe një rast për një gjë, shkoshe e pyet, se s'dushim i ditë për eksperiencë, ç'a dole, ishin mirë, ç'a pat. Dhe doli nga salla, me gjenoa ishte kolos, unë ishe i ri, po i respektonte mjekterie këto, si gjithmonë ishte. I lojal kështu, me thot, marr djalë, më thot, kam qenë duke korritur, në ditën e fundit, profesionit tim. Sa atë ditë ishte dita fundit dhe nuk dolin pensionu diçka tjetër. Pse i dhash profesor, më thotë, ç'a ishte ky rast që ke bërë, fshiti. Thash tu thot ti tha. Këtë rast ai, për këtë plastron nuk ishte përdor bisturi, pjesë më ndonjë. Kishte bën me dur, shkoliti me dur. Që s'do të dëmtonte ende se kishte frikë ai duke tha kam pas frikë sa në ditën e fundit po korritet. Prandaj e pyetja që më bëni ti mua. Kësaj lutem gjithë jetën, që mos të bëjnë ai gjë që do ma hedhin poshtë të gjithë investimin që kanë bërë. Të mahen me që njëri normal, qytetar i rregullt, një mjek i mirë, i cili ka munduar të bëjë maksimumin e vet. Kaq do dosha unë. Profesor, dhe pyetja e fundit, cili është mesazhi që do doje që t'u jepje të rinjve sot? Po nosha nuk jam unë person i duhur, sepse
për cilin rini po flasë, për rinin shqiptare, për rinin e Europës, për rinin e Amerikës, shqiptare. Kam fjalën që unë do thosha që sa këshillë do jepsh. Rinis do i thoshe të lexojnë. Po të lexojnë në mënyrë të vazhdueshme. Edhe pse jetë, edhe vitet kalojnë. Të duan njerëzit, duan jetën, të duan vendin, të lufton shumë për vendin e tyre. Mos t'ia lajnë që e vend ta shijojnë dikush tjetër, edhe të jetojnë me integritet, me personalitet. Në qoftë se do t'i bashkojmë bashkë këto, bendoj unë, këto 3 elemente, ata do ecin shumë gjatë, do arrijnë shumë larg. Profesor, unë falenderoj shumë, falenderoj për bisedën e këndshme, edhe që ndam këto kujtime, që ndam këtë eksperiencë edhe këto mesazhe kaq të rëndësishme. Faleminderit për ftesën. Duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, do të shihemi si çdo të mërkurë në ora 19 në podcast me doktorin. Faleminderit.